Në një epokë të jashtëzakonshme ku mundësitë për femrat janë të jashtëzakonshme. Është koha, është momenti, është revolucioni, është periudha më e mirë dhe më e bukur do thosha për femrat për të zhvilluar veten e tyre, për të përfituar nga bota online, nga teknologjia, nga gjitha risitë që ne sot na ofrohen në botën online. Nëse ti ende nuk po i shfrytëzon këto mundësi, këto risi, këto rrugë të cilat ty të hapen, në një formë tjetër, je duke bërë një nga gabimet më të mëdha që mund të bësh në jetën tënde. Jam e bindur që shumë nga ju, frazat cilat keni dëgjuar shpesh herë në jetën tuaj, është që biznesi është për meshkujt, merru me fëmijët që ndron në shtëpi se kjo është puna që ti duhet të bësh, lëri këto mos u merr me këto gjëra, mos harxho kohën tënde kot, a mos na lodh me këto, ti nuk di nga këto, ti nuk ke aftësi nga këto, etj etj. Sidomos gjatë eksperiencës time si mentore e biznesit online edhe si një person që ka trajnuar deri më tani me dhjetra mijëra femra në historikun tim të trajnimeve, kam dëgjuar dhe raste nga më të çuditshme dhe raste nga më të shumtat ku vetë familjar apo bashkëshortë të këtyre femrave nuk i kanë lejuar ato të bëjnë punë të ndryshme duke shfrytzuar botën online. Por nëse nuk jeni duke e bërë këtë gjë, është një nga gabimet, siç u thash, më të mëdha që mund të bëni. Sepse jetojmë në një epokë ku dikur meshkujt kanë qenë ata që kanë patur rolin kryesor në biznes, por tashmë femrat gjithmonë e më shumë janë duke u transformuar në një forcë të madhe në biznesin online. Pse? Dhe pse femrat kanë këto mundësi të jashtëzakonshme sot, do të shohim së bashku në këtë mini trajnim që unë kam krijuar për ju, për të kuptuar dhe për të njohur akoma më shumë anë tuaja të cilat ndoshta mund t'i kishit në pikpyetje apo ndoshta ende nuk i keni njohur. Kështu që le të shohim së bashku përse është kaq e rëndësishme që femrat të drejtohen drejt botës së biznesit online, të përfitojnë në maksimum prej saj dhe mos të humbasin këto mundësi që shfaqen në ditët e sotme. Përse gratë janë të destinuara për biznes online dhe si ta filloni këtë gjë? Si që thash, në biznesin tradicional, ndoshta femrat mund të kenë hasur her pas here vështirësi dhe jo gjithmonë e kanë patur mundësinë fizike, kohore, eksperiencën, mësimet, mundësit e tjerë e tjerë. Por sot, vetëm nga një telefon apo vetëm nga një kompjuter, ju keni mundësi të pushtoni botën. Dhe këto nuk janë thjesht fjalë motivuese, por janë fjalë të cilat ju mund t'i vini në aksion dhe në veprim dhe të përfitoni nga liria dhe nga mundësia që ofron bota online që ju të bëni ato gjëra që gjithmonë mund keni ëndërruar. Nëse je një grua dhe ende nuk e filluar biznesin tënd online, kjo video që ti do të dëgjosh do të ndryshojë mënyrën si e sheh veten dhe se si ti i shikon mundësitë e tua. Sepse nuk është rastësi që ti je këtu sot në këtë kanal YouTube, mbi këtë video, e cila është krijuar për të të frymëzuar ty dhe për të të treguar që mund ta bësh, që dhe ti mund ta bësh, që dhe ti mund të përfitosh nga jo hapësirë që të ofrohet sot në botën online. Sot, bota ka ndryshuar, dhe sot gratë janë më se gati për të përfituar nga këto ndryshime. Para 10 vitesh që ju të hapnit një biznes, do të kërkonte kapital, do të kërkonte zyrë, do të kërkonte kontakte, mund të çonte në dështim dhe ndonjëherë do të duhej shumë eksperiencë që ju t'ja dilnit. Kurse sot, ajo që ty të kërkohet është vetëm një telefon, një lidhje interneti dhe dije ku ti sot mund t'i marrësh nga kudo. Mund të frymëzohesh, mund të marrësh dije, mund të marrësh një rrugtim, mund të marrësh një ide dhe mund të shkosh drejt një rrugë totalisht të re dhe totalisht frytëzuese, frymëdhënëse, supërtuese, magjike për ty dhe për botën tënde. Kush janë ata persona që adaptohen më shpejt me këtë botë të re? Personat që adaptohen më shpejt, jo vetëm që studimet e tregojnë këtë gjë, por është një fakt tashmë i njohur botërisht që njerëzit më të adaptueshëm janë femrat. Femrat, gratë, adaptohen në çdo situatë të ndryshme në jetën e tyre. Adaptohen nga situatat më të vështira, qoftë fizike për to, siç është për shembull lindja,
ndryshimet familjare, kalimi nga një familje tek një tjetër, ndryshimet bashkëshortore, jeta familjare, puna. Do me thënë, ju e dini shumë mirë, sepse ju që po më dëgjoni jeni vetë femra, dhe dini shumë mirë se në çfarë sisteme shkalon jeta juaj, her pas here. Se sa shumë ndryshon ajo, sa ulje dhe ngritje ka, sa male e sa kodra duhet që të kapërceni çdo ditë, pa e konsideruar si lodhje, por thjesht duke e konsideruar si duke e konsideruar si jetën tuaj. Meshkujt zakonisht e kanë të zgjidhur jetën e tyre. E kanë të zgjidhur faktin që do të krijojnë një marrëdhënie, do të krijojnë një fëmijë, do të shkojnë në punë, do bëjnë punët e tyre, e kanë krijuar sistemin e jetës së tyre. Por femrat në përgjithësi janë ato që kalojnë në më shumë ulje ngritje, jo vetëm fizike, por shpeshherë psikologjike dhe emocionale. Dhe kjo gjë i bën femrat të jenë jashtëzakonisht shpejt të adaptueshme me ndryshimet që ndodhin në jetën e tyre. Dhe kjo ka një anë pozitive, sepse ky adaptim na ndihmon gjithashtu të mundemi të adaptohemi dhe ndryshimeve që ndodhin në botën e biznesit, në botën financiare dhe në botën se si ne zhvillojmë punën tonë, talentet tona, pasionet tona dhe se si krijojmë financat tona. Pra kjo çka ne na ndodh është një plus shumë i madh për ne. Dhe ju duhet ta shfrytëzoni këtë gjë. 70% e blerjeve online sot krijohen, vendosen nga gratë. Dhe kjo është e studiuar shkencërisht tashmë edhe nga Harvard Business Review. Pra, kush janë personat që përdorin më shumë websajtet online, blerjet online, janë gratë. Gratë janë ato që shfrytëzojnë më shumë internetin. Janë duke bërë scroll, duke bërë shopping, duke gjetur gjëra interesante. Janë gratë ato që blejnë online. Okay? Bizneset e udhëhequra nga gratë historikisht kanë 63% më shumë kthim investimi. Flasim në mënyrë historike, këtu jo vetëm për bizneset online, dhe këto gjitha mund t'i shikoni me studime. Pra, unë dua që ju të shikoni dhe të krijoni vetë historinë tuaj personale. Merrni një minutë kohë dhe shkruani historinë tuaj personale. Është një ushtrim shumë i thjeshtë për ju. Çfarë keni bërë ju gjatë gjithë jetës? Që nga fillimi i jetës tuaj adulte, po të themi, dhe të shikoni se çfarë transformimi ka patur jeta juaj. Se çfarë keni bërë për jetën tuaj, çfarë keni bërë për familjen tuaj, çfarë keni bërë për veten tuaj. Pra, ju mund të mendoni që për të krijuar një biznes, do duhet që të jeni lider, do duhet që të jeni drejtues, do duhet të keni aftësi drejtuese apo aftësi stratege apo aftësi strategjike. Dhe kjo është e vërtet. Por përpara se ne të bëhemi drejtues të një biznesi apo strateg të një biznesi apo të një fushë të caktuar, ne jemi fillimisht strategët e historisë sonë personale. Prandaj unë dua të merrni një minutë dhe të mendoni për historinë tuaj personale. Ju keni drejtuar jetën tuaj. Ju keni drejtuar familjen tuaj, ndoshta. Ju keni drejtuar dëshirat tuaja. Ju jeni sot në një pikë të caktuar e cila ka ardhur si pasojë e leadershipit tuaj. Dhe ky leadership mund të ketë qenë pozitiv gjatë kësaj rrjedhje. Pra mund të ketë qenë një aftësi e lindur autentike e juaja për të krijuar një jetë të tillë, të lumtur, të bukur siç ju mund ta keni. Por mund të jetë edhe diçka komplet ndryshe nga kjo që unë po them, mund të mos jeni edhe të kënaqur me atë jetë që mund të keni apo me gjërat që keni bërë. Prapë është leadershipi juaj. Është strategjia juaj. Është aftësia se sa strateg jeni ju për të arritur ato gjërat që ju doni. Lajmi i mirë është që të gjitha këto janë të mësueshme. Disa njerëz mund t'i kenë të lindura në mënyrë autentike, strategjin, biznesin, leadershipin. Jeta është një biznes, jeta është një strategji. Jeta është një plan i mirë menduar për të shkuar në pikën që ti dëshiron. Ne nuk nisemi kuturu. Kur ju dilni nga shtëpia dhe merrni makinën apo hypni në autobus apo në metro, ju keni një destinacion final. Në ato moment ju jeni lider. E keni të qartë punën, pavarësisht se është diçka e mësuar që çdo ditë ju e bëni të njëjtën gjë dhe e keni mësuar. Por sërish ju keni marr leadershipin tuaj aty. Keni marr timonin e makinës apo keni marr çantën dhe jeni duke ikur në metro apo në stacionin e autobusit, por e dini qartësisht se ku po ikni dhe keni mësuar këtë rrugti. Të njëjtën gjë mund bëni edhe për jetën tuaj në biznes. Mund të mësoni se si të krijoni leadershipin e duhur.
Në biznes duhet kemi një leadership. Dhe ky mësohet çdo ditë. Mësohet çdo ditë duke patur gjithmonë e më shumë respekt për veten, për jetën, për aftësitë, për gjërat që neve duam të bëjmë në jetë. Kështu që ky ishte lajmi i mirë për ju. Por dua t'ju tregoj tani kush janë 5 arsyet pse gratë janë të destinuara për të bërë biznes dhe pse gratë pa krijuar kontraste, por duke thënë realitetin, që ndonjëherë janë më shumë frytdhënëse se sa meshkujt, veçanërisht në biznesin online. Përse? Biznesi online ka disa pika shumë të rëndësishme që nuk kanë lidhje me biznesin fizik. Në biznesin fizik kemi të bëjmë me territor, me gjëra praktike, me hapësirë praktike, me hapësirë fizike, me njerëz, dhe ndonjëherë për të menaxhuar një situatë të tillë, një vend të tillë, një mashkull mund të ketë një energji më të fuqishme se një femër, jemi dakord. Por në biznesin online, ne nuk luajmë thjesht me anën fizike të biznesit dhe me prakticitetin e biznesit. Në biznesin online ne luajmë me anën psikologjike, emotive, emocionale. Biznesi online është emotiv, është emocional, është i brendshëm. Ka të bëj me energjinë tuaj, ka të bëj me shpirtin tuaj, ka të bëj me diçka ndryshe nga biznesi fizik. Dhe pse gratë janë të destinuara për ta bërë këtë? Sepse femrat kanë empati natyrore. Empatia është mjeti më i fuqishëm i marketingut, që shumë persona nuk e dinë dhe nuk e vendosin në funksion. Femrat janë mjeshtre të empatisë, dhe nëse ju zbuloni këtë anë tuaj, dhe nëse ju mësoni ta vini në praktik të anën tuaj në biznes dhe në marketingun tuaj, mund të bëheni të pandalshme dhe jashtëzakonisht të frytshme. E dyta është multitasking. Femrat janë multitasking. Mund të rrisin 2, 3, 4, 5, 10, 20 fëmijë. Mund të jenë edukatore kopshte dhe mund të merren me gjithë fëmijët e lagjes. Mund të jenë me fëmijët në shtëpi, mund të jenë dhe duke punuar, mund të jenë dhe duke gatuar, mund të jenë dhe duke hekurosur. E kuptoni shumë mirë se për çfarë po flas. Biznesi online kërkon pikërisht këtë gjë. Biznesi online kërkon një sistem. Dhe femrat janë jashtëzakonisht të forta për të krijuar sisteme. Ndoshta ju nuk e dini, ndoshta nuk e bëni dot këtë gjë, por ne jemi të lindura për ta bërë këtë gjë. Për aq kohë sa ju e bëni në familjen tuaj, për të organizuar jetën tuaj të përditshme, imagjinoni se çfarë mund të bëni në biznes. Nuk ja u them thjesht për t'ju motivuar, por për t'ju them një realitet, i cili duhet të jetë një realitet që t'ju ndjek çdo ditë dhe t'ja fiksoni mendjes tuaj këtë gjë, që ju jeni të jashtëzakonshme për të krijuar sisteme. Ato aftësi që ju keni jashtë biznesit, do duhet i vendosni brenda biznesit. Energjia femërore është jashtëzakonisht intuitive. Dhe kjo në një biznes dërgon në vendimarrje më të mira se sa ndodhte dikur në biznesin fizik. Apo ndodh edhe tani, sepse jo të gjithë kanë biznes online, por le të fokusohemi tek biznesi online. Pra, energjia jon intuitive na bën që ne të marrim vendime më të mira dhe të jemi më frytëdhënëse. Të jemi të sinqert, ne e dim kur nisim diçka që kjo gjë funksionon, kjo gjë nuk funksionon. Ndoshta ti nuk e di për momentin, por sa më shumë ta trajnosh veten në këtë gjë, për të ndier dhe për të njohur emocionet e tua, aq më thjesht bëhet puna për ty. Aq më thjesht do jetë për ty ta kuptosh që kjo gjë që unë duhet bëj do funksionojë nëse unë e bëj në këtë formë. Por duhet të vendosësh ato tapat e veshëve dhe mos të dëgjosh se çfarë thuhet nga anët e tjera dhe të marrësh ti vetë vendimet e tua. E katërta është komunikimi. Komunikimi femëror, sigurisht që është një tjetër gjë, sepse ka së bashku empatin, kuptueshmërinë, thellësinë. Pra, ky komunikim dërgon në një konvertim më të lartë. Forma se si një femër mund të komunikojë me një klient, në një shitje, është shpesh herë kur ajo femër që është duke komunikuar apo duke krijuar një shitje apo duke mbyllur një shitje, ka një përqasje natyrale, emocionale, e cila e bën klientin që ka përballë të besojë.
Energjia femërore është ajo energjia e dashur, është ajo energjia e nënës, është ajo energjia përkujdesce, të cilën nëse ti e përdor në formën e duhur, nëse ti je në vedije të lartë për atë energji që një femër e karakterizon, ti mund ta përdorësh këtë energji në shitet e tua për të krijuar besueshmëri te klienti që ke përballë. Dhe e pesta është fleksibiliteti që një femër ka. Femrat nuk mendojnë në mënyrë të ngurtë, që kjo është ajo që unë do bëj dhe këtë nuk e luan topi. Por, mund thonë që, ok, kjo është ajo që unë dua të bëj, por kjo gjë nuk funksionoi, sepse ka këto probleme dhe unë do ta ndryshoj, do ta bëj kështu. Zakonisht, po e marr, jo se femrat janë më të forta se meshkujt apo meshkujt janë më të forta se femrat. Janë më të fortë se femrat. Nuk dua të bëj këtë krahasim sepse nuk jam në këtë krahasim. Janë të dyja palë të cilat e mira do ishte të bashkëpunonin me njëra tjetrën për për të qenë sa më lart, sigurisht. Por e kam në aspektin që shpesh herë dhe është gjë jashtëzakonisht e mirë, egoja mashkullore është shumë më fort se egoja femërore. Dhe do që ta realizoj atë gjën e vet ashtu siç është. Dhe fleksibiliteti nuk është si fleksibiliteti femëror dhe kjo është jashtëzakonisht pozitive. Sepse prandaj shumë meshkuj janë të fuqishëm në biznes, bëjnë shumë para, bëjnë biznese të cilat janë të frytshme, të cilat qëndrojnë me vite, të cilat kanë një peshë në në botë, në komunitet, sepse kanë atë egon e tyre që unë do ta marr këtë gjë, do ta nis, do ta çoj deri në fund. Nga ana tjetër, tek femrat, kjo është shpesh herë më fleksibël që na jep mundësi të adaptohemi edhe më shpejt me botën online, edhe më shpejt me ndryshimet online, por edhe për të gjetur zgjidhje të cilat janë zgjidhje alternative. Ndaj, të pesta këto arsyet janë arsye që ju duhet t'i mendoni dhe duhet t'ju bëjnë të kuptoni që se cila nga ne, se cila nga ju që dëgjon këtë video, është e destinuar për të krijuar diçka të saj. Është e krijuar, është e destinuar për të shfrytzuar energjinë e saj, pasionin e saj, dëshirat e saj, aftësitë që ajo ka. Një femër është një fabrik idesh, është një fabrik prodhimi energjie, fabrik prodhimi kreativiteti. Dhe ky kreativitet dhe kjo energji që ne kemi duhet kanalizuar në formën e duhur që t'i jap botës një vlerë. Shumë femra nuk janë duke e përdorur dhe nuk janë duke kanalizuar këtë energji. Ti mund bësh punime dore, ti mund të jesh një mësuese shumë e mirë sepse të pëlqen të merresh me fëmijët, ti mund të jesh një edukatore online, ti mund të krijosh muzikë për fëmijë, ti mund të krijosh libra për fëmijë, ti mund të krijosh filma për fëmijë, ti mund të kesh një channel në YouTube me gatime për fëmijë. Ti mund të bëhesh mësuese online e inteligjencës artificiale, ti mund të bëhesh social media manager, ti mund të jesh një talent në financa dhe mund të menaxhosh biznese të ndryshme online. Ti mund të jesh një avokat dhe mund të kesh një channel në YouTube për t'ju shpjeguar njerëzve problematika të ndryshme, mund të bësh konsultime one to one, mund të bësh gjëra nga më të ndryshmet, duke qëndruar në shtëpi me fëmijët e tu nga telefoni yt apo nga laptopi yt. Pra, empatia natyrore është ajo çka të jep mundësinë që ti mos të shesësh thjesht produktin, por kjo empati natyrore të jep mundësinë që ti të zgjedhësh nga gjithë dhimbjet që ekzistojnë në botë, të zgjedhësh një dhimbje, të ndjesh dhimbjen njerëzore dhe t'i ofrosh një shpëtim asaj dhimbje. Për shembull, çfarë vlen në këtë rast? Ti mund të jesh mësuese e gjuhës shqipe. Dhe ty mund të pëlqej të merresh me fëmijë të cilët kanë probleme disleksie. Dhimbja kush është? Mund të jenë prindrit të cilët mund të kenë këtë problem me fëmijët e tyre. Çfarë duan këta prindër? Këta prindër duan një mësues që të jetë empatik, që të jetë i ndjeshëm me fëmijët, që të kujdeset për fëmijët, që t'i shpjegojë gjërat në mënyrën e duhur dhe ja ku ti zgjedh një dhimbje. E tjerë shembuj. Por, empatia jonë femërore të jep mundësinë që ti jo thjesht të shesësh produktin, jo thjesht të thuash unë jam mësuese dhe do të shes të gjë, por të ofrosh diçka me dashuri dhe të ndjesh dhimbjen e të tjerëve dhe t'i ofrosh një shërbim që i jep zgjidhje asaj dhimbje. Multitasking, si që thash, nëse ti menaxhon një shtëpi, ti mund të menaxhosh një biznes, nuk ka asnjë ndryshim. Shtëpia është një biznes.
ti e menaxhon atë shtëpi. Pse mos ta menaxhosh një biznes? Energjia intuitive është kur njerëzit blejnë me zemër dhe justifikojnë me logjikën. Çdo njeri do të blej me emocion. Por, ama pas blerjes do të justifikojnë me logjika të blerje që ka bërë. Komunikimi, kontentet e grave zakonisht konvertohen 40 herë më shumë. Dhe besimi është ai që ndërton biznesin më pas dhe kjo duhet shfrytzuar në maksimum nga çdo femër. Fleksibiliteti dhe ti nuk duhet të sakrifikosh një gjë për një gjë tjetër. Nuk duhet të sakrifikosh jetën familjare për punën, apo nuk duhet të sakrifikosh punën, karrierën për jetën familjare, apo nuk duhet të sakrifikosh atë biznes që ti ke nisur për ta lënë fare, për të krijuar një tjetër, por ti je fleksibël për të menaxhuar dhe për të krijuar diçka që mund të jetë ndryshe, mund të jetë një e mesme, mund të jetë diçka më e bukur. Pra, fleksibilitet në të gjitha sferat e mundshme që të ndihmojnë ty të shkosh drejt asaj ëndre që ti mund të. Ja fillosh, ti ta gjesh këtë idenë tënde, do t'jap 3 hapa shumë të thjesht, që thjesht ti mendosh pas kësaj video të marrësh bllokun tënd dhe ti shkruash. E para do gjesh superpowerin tënd. Pyet e veten. Për çfarë të pyesin ty shokët dhe shoqet më shpesh? Kush është një gjë që njerëzit kanë nevojë që ti t'ja mësosh? Pra, imagjino, kur ti je me një mikesh, kur ti je me një shok, kur ti je me dikë të afërm, për çfarë gjërash këta njerëz të marrin më shumë këshilla aty? Aty ku njerëzit marrin më shumë këshilla prej teje, do thotë që diku aty brenda ndodhet pika jote më e fortë. Dhe vjen natyrshëm kjo gjë. Sa më natyrshëm të të vi përgjigja e kësaj pyetje, aq më shumë ti do t'jesh pranishit tënd, pran klientit tënd potencial. Ajo gjëja që njerëzit pyesin drejt teje gjithmonë, që ka nevojë për këshillën tënde, është ajo që ka personifikon nishin tënd. Dhe ata njerëz që diskutojnë me ty apo të pyesin ty për gjëra të ndryshme, janë figura e nishit tënd potencial. Mendoje, ulu, shkruaj 5 minuta për çfarë të pyesin ty njerëzit. Pasi të kesh gjetur këtë gjë, shumë thjesht, ke gjetur idenë tënde ku ti je mirë, zgjidh një platformë. Mos u shpërndan në shumë platforma të ndryshme. Fillo me një rrjet social, me Instagramin. Fillo mëso pak mbi Instagramin, çfarë bëhet në Instagram, si duhet postosh, etj, etj. Dhe fillo dhe lexo pak mbi atë gjë në të cilën ti je vërtet e mirë dhe njerëzit ty të pyesin më shumë. Mund të jesh profesioniste, s'ke nevojë të lexosh, ndoshta mund të jesh një person që ndoshta ke nevojë të mësosh diçka më shumë. Fokusoje energjinë. Fokusoje energjinë në një drejtim të caktuar. Fillo studio, si mund ta informoj unë publikun lidhur me atë gjë që unë di të bëj më mirë. Fillo krijo postime rreth asaj tematike, rreth asaj nishe. Mos u përpiq të fitosh për momentin. Nuk është një biznes real ai që ti do krijosh për momentin. Ai që ti do të krijosh për momentin do të jetë audienca, do të jetë eksperimentime. Do të jetë vendosja e rrënjve për të ardhmen, sepse çdo gjë fillon nga zero. Nuk fillon nga 100-ta. Çdo gjë duhet filloj si një bebe kur lind që nuk di as flasi, as teci, as të zvarritet, as të rrotullohet. Ti thjesht je, thjesht ekziston. Dhe e treta, më pas, është të krijosh ofertën tënde të parë. Oferta më e thjesht. Mos e eksploro, nuk të duhet bësh një kurs, nuk të duhet të kesh një website. Të duhet një shërbim i caktuar. Ky shërbim për shembull po marr më të thjeshtin që mund të vinë ndërmend, mund të jetë ti mund të kesh si virtyt tëndin që je shumë e komunikueshme dhe njerëzit pëlqejnë të flasin me ty dhe ti i dëgjon njerëzit. Të ofroj një shërbim për shembull, po marr më absurdin e mundshëm, shpreh problemet e tua. Takim one to one dhe ti thjesht dëgjon problemet e dikujt. Dikush del përpara në kamerë me ty dhe ti shpreh të gjitha, ti thot të gjitha çfarë ka dhe ti vetëm e dëgjon. Ky është një shërbim. Kush e bën këtë? As miku më i mirë nuk ta bën këtë. Do të ndërpresë, do të thot stop, bëj kështu, bëj ashtu, do të japi këshilla etj etj. Po marr rastin më absurd për dikën ndoshta që nuk di të bëj asgjë. Një shërbim, një çmim, një mënyrë kontakti. Nëse ti përpiqesh të jesh perfeksionist, je duke i sjell përpara vetes një armik të përbetuar. Perfeksioni është armiku i fillimit biznesit tënd. Biznesi duhet të dini që do të filloj gjithmonë me gjërat më minimale të mundshme. Nuk është e nevojshme të filloj
as me website, as me rrjete sociale perfekte, as me postime perfekte, as me qindra klient. Është e nevojshme të filloj me një ide, me një audiencë, me disa postime shumë thjeshta, mediokre, shpeshherë gjithë fillojmë nga mediokriteti, dhe më pas të rritesh hap pas hapi. Shpeshherë ne na serviret perfeksioni si pamje, por nuk është kjo ajo çka ty të duhet. Ajo çka ty të duhet është guximi për të bërë më shumë. Është guximi për të futur në një rrugë që ndoshta ti nuk e njeh. Dhe kur ne futemi në një rrugë që nuk e njohim, duhet që të eksplorojmë. Dhe nëse ti dëshiron që të eksplorosh, të mësosh më shumë dhe të jesh në një komunitet i cili gjithmonë të zgjon dëshirën për të avancuar, për të rritur dhe për të mësuar akoma më shumë mbi biznesin, shiko më poshtë në description dhe bashkohu në komunitetin tonë i cili është totalisht falas, ku gjithmonë do të marrësh video mbi biznesin, video mbi zhvillimin personal, zhvillimin profesional dhe mbi gjëra të tjera shumë interesante të cilat të bëjnë ty të kuptosh më mirë veten tënde, pasionet e tua, dëshirat e tua. Nëse dëshironi të shikoni më shumë video të tilla, komentoj gjithashtu më poshtë dhe trego se çfarë dëshiron të mësosh në videon e radhës. Shkruaj më poshtë dhe në videon e radhës do të përzgjedh një nga komentet tuaja dhe do të përgatis materialin pasardhës i cili shpresoj që t'ju ndihmoj sa më shumë. Ju përshëndes.